Pas largimit e Eglit nga shtëpia e Big Brother VIP Albania për shkak të gjendjes së saj jo të mirë shëndetësore, situata mes banorëve është e tensionuar. Disa prej tyre kanë akuzuar Gjestin duke pretenduar se sjellja e tij ka ndikuar negativisht në mirëqenien emocionale të Eglit. Gjesti, i cili disa herë ka afruar edhe më pas është distancuar nga Egli, duke deklaruar se nuk ka ndjenja për të, është kritikuar për mënyrën e tij të sjelljes. Kjo situatë ka bërë që Egli shpesh të shihet e përlotur gjatë qëndrimit të saj në shtëpi. Në një diskutim në Obor, Laerti i drejtoi Gjestit me fjalë të forta duke akuzuar për ndikimin që ai ka pasur tek Egli. Laerti, nëse ajo vajza arriti në një pikë emocionalisht dhe psikofizikisht ku nuk duroj më, ishte për shkakun tënd. Unë jam këtu prej 76 ditësh dhe e kam parë se çfarë ke bërë dhe si e ke trajtuar atë. Futu më shtrat, e dua se dua, më lanë më shplan, jo po ndjej, jo po s'ndjej. Të gjitha këto janë shenja të papjeturisë tënde emocionale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.